Alarmi i madh për amerikanët në Iran. Ambasada virtuale e SBA-s u ka bërë thirrje qytetarëve të saj të largohen nga ky vend menjëherë. Dhe një thirrje e tillë vjen ndërsa trazirat në të gjithë Iranin vazhdojnë të përshkallëzohen. Nëse është të sigurt ta bëni këtë, të merrni në konsiderat largimin nga Irani me rrugë toksore drejt Armenisë ose Turqisë, është thënë në një njoftim. Alarmi vjen pasi presidenti i SBA-s ka kërcënuar vazhdimisht të sulmojë Iranin, nëse autoritetet atje përdorin forcë vdekjeprurëse për të shtypur protesta. Donald Trump tha se administrata e tij po e monitoron nga afër situatën atje dhe po shqyrton opsione shumë të forta, ndërsa numri i viktimave në protestat e vazhdueshme vazhdon të rritet. Ne do të marrim një vendim, ka thënë Trump, duke shtuar se kishte marrë raporte çdo orë mbi Iranin, pa dhënë informacion se kur, ku ose si do të vepronte SBA-ja. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit atje dhe në botë, lexojeni telegraf.com.